Edicioni i radhës i festivalit letrar Zana pas së hapjes në Mitrovic vijoi rrugtimin në Shkodër. Në bibliotekën Marin Barleti, ky festival ka sjellë zëra të veçantë nga skena letrare bashkëkohore. Prej 5 vitesh, Zana Festival bashkon artistë dhe krijues letrar të etnive të ndryshme nga Kosova dhe më gjerë. Nga organizatorët, ky aktivitet vlerësohet jo vetëm si një hapësirë promovimi për krijimtarinë letrare dhe artistike, por edhe si një urë lidhëse mes komuniteteve, duke nxitur dialogun dhe ndërveprimin përmes artit. Arti nuk ka barriera, kjo pasqyrohet qartë edhe në këtë aktivitet që ne organizojmë për 500 vit më radhë dhe ku pjesëmarrës janë me krijimtarinë e tyre shqiptar, serb, bosnjak, kroat, grek e të tjerë. Pjesëmarrje kjo që dëshmon se arti është universal. Po arrim të ndajmë, të krijojmë ato lidhjet përmes letërsisë, saqë po ndërtojmë ura të cilat i duhen Mitrovicës, edhe në këtë rast fuqia e artit po besoj që vit pas viti vetëm po sjell freski dhe relaksim për shoqërinë atje dhe për të gjithë qytetin. Tema si vjetme ka qenë udhës, ne udha na sjelli në Shkodër, në qytetin e poetëve të njohur, në qytetin e kulturës, kështu që është çdo herë kënaqësi të vim këtu. Biblioteka Marin Barleti në Shkodër është kthyer një partner të rëndësishëm të këtij festivali, duke qenë mikpritëse për të dytin vit me radhë. Biblioteka Marin Barleti, si zakonisht mundem me thënë, me njëherë është ka qenë e gatshme me u bë pritëse e mbështetëse e këtij aktiviteti. Të pranishëm janë poete mitrovicake nga të dy anët, pra edhe shqiptare edhe serbe, dhe Shkodra është bash sheshi i paqes që e mirëpret këtë miqësi edhe këtë bashkëpunim. Festivali letrar Zana mbështetet nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe zbatohet nga Qendra Multimedia dhe Instituti Goethe.